Protestuesit antiqeveritar në Stamboll vijojnë për të 8 ditë radhazi në një fushat demonstratash të shkaktuara nga burgosja e kryetarit të Bashkisë së Stambollit, aksioni më i madh i opozitës në një dekadë, pavarësisht arrestimeve masive dhe përleshjeve me policinë. Ndërsa policia turke vëzhgonte njerëzit ndezën zjarre të martën në mbrëmje jashtë ndërtesës së Bashkisë së Qytetit në shenjë proteste ndaj arrestimit të rivalit kryesor të presidentit Recep Tayyip Erdogan, që nga arrestimi i kryebashkiakut Ekrem İmamoğlu javën e kaluar, qindra mijëra njerëz u mblodhën në sheshe, rrugë dhe kampuset universitare në mbar vendin, duke brouritur parrulla kundër Erdoganit dhe duke bërë thirrje jo vetëm për lirimin e Imamoglut, por edhe për drejtësi dhe demokraci. Protestuesit, partitë opozitare, liderët evropian dhe grupet e të drejtave të njeriut e kanë quajtur ndalimin e Imamoglu një veprim të politizuar dhe antidemokratik. Edhe pse tubimet janë të ndaluara, ato kanë vazhduar për 8 ditë radhazi, pothuajse tërësisht në mënyrë paqësore, deri kur policia ka përdorur shkopinj dhe sprej piper në përgjigje të demonstruesve dhe ka arrestuar më shumë se 1500 persona. Ndërkaq presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kërkoi të martën durim dhe arsye të shëndosh mes atyre që ai përshkroi si ditë shumë të ndjeshme për Turqinë. Ditën e sotme Këshilli Bashkiak i Stambollit zgjodhi Nuri Aslan si kryebashkiak të përkohshëm për të zëvendësuar Ekrem İmamoğlu, i cili ndodhet në paraburgim me akuzat për korrupsion. Kryetari i përkohshëm do të drejtojë qytetin për pjesën e mbetur të mandatit të Imamoglu, ndërsa ai pret gjykimin e tij. Ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump e përshkroi Turqinë si një vend të mirë, teksa vlerësoi presidentin Recep Tayyip Erdogan si një lider të mbar, gjatë një takimi të mërkurën në shtëpinë e Bardh me ambasadorin e nominuar të SBA-s në Turqi, Tom Berek. Okej, rikthehemi tani për të folur për këtë temë dhe i themi mirëmbrëma Sokol Brahajt, që është një gazetar në Izmir në Turqi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Si është situata në Turqi dhe cilat janë të rejat më të fundit nga protesta ndaj Erdogan? Po sot tashmë nuk kemi pas këtë darkën e kaluar, nuk kemi pas protesta sepse kryetari i Partisë Republikane Popullore turke ka thënë ja kemi arritur që Bashkinë Metropolitane të mos na e marrë Erdogani dhe për këtë arsye tashmë domethënë për sot nuk do kemi protesta, por ditën e shtunë, që i bie edhe ditë Bajramit, do të bëjmë një miting shumë të madh në Bregdetin e Marmaras në Maltepe dhe pritet që të ketë një miting me miliona njerëz. Po ashtu edhe televizionet po debatojnë edhe vetë dhe të Partisë Republikane Popullore Turke po flasin vazhdimisht për kongresin e jashtëzakonshëm që të ta bëjnë për të rizgjedhur përsëri kryetarin e Partisë CHP, Partia Republikane Popullore Turke, sepse edhe ndaj vetë këtij kryetari dhe këshillit të partisë është një padi që me shumë mundësi anullohet dhe të piles deri tani para Bajramit, nesër ose pas nesër pritet që të anullohet dhe do të bëhet apo nuk do të bëhet kongresi i jashtëzakonshëm, gjithsesi pritet, por situata duket që ka në kontroll, domethënë janë ulë janë hap portat e diplomacisë, presidenti Erdogan me kryetarin e Partisë Özgür Özelin kanë biseduar dhe në sa duket tashmë kanë rënë dakord që Bashkinë mos më ia marr, por me lan tek partia e opozitare siç ka qenë, dhe sot Këshilli Bashkiak i Bashkisë Stambollit ka zgjedhur kryetarin e ri dhe ai quhet Nuri Aslan, ka qenë një ndër miqtë shokët e Ekrem İmamoğlut. Opozita fajson qeverisë se është totalisht një akt politik ku drejtësia përdoret në forcën e politikës, kurse qeveria dhe Erdogani thotë të kundërt, janë për korrupsion, jeni për korrupsion dhe këto nuk e kemi hapur ende qesën e karrotave dhe këta që duken deri me tani janë shumë të vogla, keni për të parë karrotat e mëdha, po ashtu edhe opozita i përgjigjet dhe thotë nëse jeni burra dhe nëse keni besim në Zot, në milletën e vatan, atëhera të gjithë gjyqjet e Ekrem İmamoğlut dalin te TRT. TRT është radio televizioni shtetëror turk, edhe të japim të gjitha gjyqjet e tij në live, dhe nëse ka aq dosje të mëdha ku ne si parti që i kemi marrë bashkit nga ju vitin e kaluar, marsin e vitit e kaluar, ku kemi denoncuar me 1.000 e sa fakte, asnjë nuk e keni ashtu, por po deshit hajde të ulemi dhe të debatojmë para popullit tonë. Pra, mund të themi që këto protesta e sollën një rezultat sot? Po, këtë themi krejt qartë, sepse
akuza kryesore që ka qenë ndaj Ekrem Imambollit, pavarësisht se u stimulu pastaj për korrupsion e për ato, por pika kryesore ka qenë tek terrorizmi, sepse nëse akuzohet për terrorizëm, për FETÖ, për PKK në Turqi, automatikisht edhe bashkitë i kalojnë qeverisë, ku normalisht presidenti dërgon një njeri të besueshëm të tij në kryet e bashkisë deri në zgjedhjet e ardhshme. Dhe kjo nuk ndodhi apo jo? Kjo nuk ndodhi. Kjo për bashkinë e madhe, jo, për bashkinë e madhe nuk ndodhi. Për bashkinë e madhe metropolitane, domethënë aty ku ishte Ekrem Imambolli nuk ndodhi, por në një mini bashki tjetër, aty ku ja ka filluar politikës Ekrem Imambolli në Beylikdüzü, ajo u dënua për, domethënë u mbajt në burg për terror dhe ajo bashki bashkia e Shishlis, bashkia më e madhe, mini bashkia më e madhe e Stambollit, ku është qendra e Stambollit. Ajo i kaloi tashmë direkt sa dha vendimin gjykata për 4 orë me vendim të ministrit të punëve të brendshme, i kaloi partisë Erdogan, domethënë i kaloi automatikisht administrimin e partinë Erdogan. Kurse bashkia e madhe ende jo, por nëse ma lejoni ta them këtë qenë fillim që gjatë debatit të kuptohet mirë, ende ky proces nuk ka mbaruar, edhe nesër pas nesër përsëri mund të merret bashkia e Stambollit në opozicië, sepse prokurori që e ka akuzuar për këtë e ka qua në apel vendimin e trupit gjykues që edhe kërkoi me patjetër që Ekrem Imambolli të mbahet në burg për terrorizëm. Domethënë që të kaloj bashkia. Ashtu por deri tani jo, dhe ajo për 30 ditë ka apatin, tashmë u bën 4 ditë, por presim edhe 26 ditë se ende përsëri mund të luhet. Nëse shtohen tonet detencionit mes Erdoganit dhe Özgür Özel'it, normalisht do të kenë reagimet e tjera, normalisht që me dorën e drejtësisë. E fundit, nga ana tjetër, në mos gaboj, raportohet që janë arrestuar më shumë se 1400 persona, student, gazetarë, pra nga protestuesit. Çfarë do të ndodhë me ta? Çfarë di? Po, deri tani 1400 e sa, gati 1500 janë arrestuar, nga këto 178 janë dërguar në burg, mes tyre 8 kemi kolegë tanë, gazetarë tanë, raporter, fotoraporter, kemi 20 fëmijë që janë 5-16 vjeçë, domethënë në shkollat e mesme, 87 vet janë lënë me kusht që shkon e hidh një herë në javë firmë tek rajoni i policisë, kurse 38 janë me arrestim policie, ku të tjerëve ende vazhdon, domethënë janë në polici dhe skandale ende par trupit gjykues që ata arrestohen apo të lehen të lirë. Ç'a ndodh me këtë? Kjo është një proces shumë i gjatë për këtë dhe gjërash për prishjen e rendit, këtë shkon deri në 6 muaj për të dalur akt akuza, ku kjo për 6 muaj po mund të shtohet edhe 3 muaj tjera. Domethënë që kërkon për një vit, domethënë ndoshta mund të merret një rezultat se si do të jetë fati i këtyre që janë në arrest. Okej, pra i qëndro dhe pak me ne. Atëherë, Polo, çfarë po ndodh në Turqi sipas jush? 10-11 vjet përpara kam takuar një profesor, analist turk, Erdogani ishte president, shenjat e autoritarizmit ishin dukshme dhe ai bënte be në atë kohë. Dhe ai thoshte është e pamundur që Turqia të kthehet në një shtet autoritar, sepse është populli i tillë, është krijuar tradita, nuk ka mundësi. Ishte kundër Erdoganit, ishte krau, ishte krau i partisë Ataturkut, CHP-ja. Dhe kam pas përshtypjen që ati deri diku do i dilte fjalë, sepse po shikoje trajektoren e Rusisë dhe të Turqisë në këtë pikpamje të demokracisë, drejtave të njeriut, shtet ligjor, ndarjes pushtetit. Gjitha, Turqia arrinte, domethënë në Turqi, pavarësisht nga personaliteti shumë i fuqishëm, pavarësisht nga ndikimi i partisë tij në të gjitha skajet e pushtetit qendror, kur populli arrinte të jepte opozitës qendrat më të mëdha të vendit, Stambollin, Izmirin dhe Ankaran, pra kishte një reagim, një nerv shoqëria që nuk lejonte dominimin e një partie dhe të një njeriu. Pavarësisht nga kjo, çdo në qoftë se pushteti zgjat kaq shumë dhe vullneti për të kontrolluar gjithçka është i pranishëm, është fatkeqësisht si pikat mbi gur që dal nga dale gryhen dhe nëpërmjet kontrollit të medias, nëpërmjet arrestimeve të çdo kundërshtari përfyer për një nend që ka qenë dikur edhe në Evropë në shekullin e 19 si fyerja e presidentit, por që në kulturën demokratike është relativizuar shumë. Zëvendësimet masive të kryebashkiakëve në Turqinë lindore me prefektët, gjithmonë me
skuzën, domethënë me sebepin e terrorizmit dhe masat pafundme, është krijuar mjedisi për një shtet autoritar ku për opozitën pra sa opozita mbështetet nga populli, nuk ka më hapësirat që kushtetuta ja lejon. Dhe u bë ajo që mendoj që nuk do ndodhte, sepse opozitari kryesor Imamogluja dhe kandidati i ardhshëm që do sfidonte në prezidencialet presidentin Erdogan, në këtë kuptim duhet kishte një imunitet të nënkuptuar. Fakti që Imamogluja akuzohet edhe për terrorizëm, edhe për korrupsion, dhe në të njëjtën kohë, në të njëjtën javë, paralel, universiteti i heq diplomën për plagjatur, tregon diçka të koncertuar që nuk ka të bëjë me shtetin ligjor, nuk ka të bëjë me thelbin e akuzave, po ka të bëjë me eliminimin. Dhe unë kam lexuar, tani duhet i besosh njerëzve, kam lexuar para 2 javësh në një gjermane ishte revistë, mos gaboj tani su bëko, intervisti Imamoglu's, i cili thoshte që Erdogani bie në krevat me mendimin si të më heqi qafe mua dhe zgjohet nesër në mëngjes me mendimin. Dhe duke sikur ai edhe zmadhonte. Po duke sikur edhe e zmadhonte edhe shumë veten, domethënë. Por fatkeqësisht fjalët e tij ishin profetike, sepse edhe për korrupsion, dhe për terrorizëm njëkohësisht, edhe diplomën ta hiqin dhe sipas ligjit turk, tek ne nuk është ligj, po mua më kujtohet në aktivitetet e partisë para 20 vjetëve, statuti e kishte që kandidati për kryetar komune duhet kishte diplomë të lartë. Atëherë kishim 400 njësi vendore dhe në komunat të larta nuk kishte njeri me diplomë për të kandiduar. Ndryshojnë gjëra. Turqia dhe vetëm pa u futur në burg, ai vetëm duke i hequr diplomën, ai nuk ka më drejt kandidoj. Shto dhe këto të tjerat pastaj, tregojnë kursin, fatkeqësisht kursin që ka marrë Turqia dhe me rolin geopolitik që ka Turqia, sa do jetë në gjendje bota jashtme të ndikoj, fatmirësisht në këtë rast, ndryshe nga një rast tjetër që ne e kemi më afër, kanë reaguar disi evropianet, tek amerikanët nuk kanë parë, nuk e di çfarë do thonë, po të paktën evropianët kanë reaguar, të paktën për të shpëtuar nderin dhe fytyrën e tyre, po sa ndikim do kenë për zhvillimet brenda Turqisë, është ende herët për të thënë. Muradi? Shiko, patjetër që edhe për standardet e Shqipërisë, nuk mund të themi që për sa i përket shtetit të drejtës së demokracisë është në krye të indikatorëve të europian, sigurisht që të dëgjosh për 1400-1500 arrestime, ose për arrestime të ndalime të gazetarëve, të Reutersit, të France Pressit, sigurisht që nuk janë gjëra që ndodhen çdo ditë dhe bëjnë një farë impresioni. Interesant është qëndrimi, lexova pak më parë qëndrimin amerikan që presidenti Trump e ka quajtur një lider të mirë Erdoganin, pikërisht në pak orë më parë kur pyet për të. Aktualisht ministri i jashtëm turk është në Washington, Hakan Fidan, për një takim me sekretarin Amerikan të Shtetit Marco Rubio, për diskutuar një marrëveshje të re ushtarake mes dy vendeve. Dhe ky cilësimi i Trumpit, pikërisht në kulmin e protestave për Erdoganin, ky lëvdim, ta themi, i Trumpit për Erdoganin në kulmin e protestave, më bëri të mendoj atë që është, si thuash, preambula e kushtetutës diplomacisë që marrëdhëniet midis shteteve marrëdhënie interesash. Pra sigurisht që Trumpi ka informacion shumë se unë se ç'po ndodh në Turqi dhe sigurisht që jep kontekstin, por sigurisht që ai për atë prevalon interesi kombëtar. Edhe thash pavarësisht asaj që po ndodh dhe për ne është e pamendueshme që të arrestohen gazetarë të huaj vetëm se mbulojnë një ngjarje siç janë protestat. Sigurisht mendoj që për qeverinë shqiptare dhe për qëndrimin zyrtar të shtetit shqiptar duhet prevaloj fakti që Turqia është një nga 3 shtetet, po themi që është partner strategjik i Shqipërisë, së bashku me Italinë dhe Greqinë, hiq po themi Kosovën ose Shtetet Bashkuara të Amerikës me cilën ne kemi marrëdhënie të veçantë, dhe ne na intereson që partnerët tanë strategjik të jenë të fortë nga pikpamja politike, ekonomike dhe të gjitha. Pra kjo nuk do të thotë që tani ne të mbështesim Trumpin ose njërin ose tjetrin, por neve na intereson që partnerët tanë të jenë të fortë dhe sigurisht që nuk mund të jemi ne që t'i japim, po themi, flas këtu për qeverinë, për autoritetet, t'i japim leksione demokracie
apo the partnerëve strategjik. Pastaj thash nga pikpamja qoftë ndjeshmërisë profesionale, arrestimi i gazetarëve ose dhuna ndaj protestuesve, këto janë gjëra të papranueshme, të pamendueshme. Gjaçi? Në gjykimin tim, imuniteti politik nuk mund të kthehet në një mburoj për sa i përket korrupsionit. Kemi të bëjmë për një korrupsion masiv në dosjen e Imamollus, kemi të bëjmë me 560 miliard lira turke që sa për ta saksuar. Pra ju thoni nuk është politike? Edhe për zotin Brahaj, i thon 17 e disa miliard dollar, që si duket prokuroria turke i ka të faktuar edhe për rastin e mbështetjes së terrorizmit me anë të PKK-s dhe JPG-s e cila punon funksionon në Siri. Nuk bëhet fjalë për në gjykimin tim nuk bëhet fjalë për një arrestim politik për aq kohë sa këto fakte janë të depozituara në prokurorinë e Stambollit. Bëhet fjalë për një kryetar bashkie i cili ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme me ish kryetarin e Bashkisë Tiranës, Erjon Velia, janë, si të thuash, janë të prodhuar nga e njëjta ideologji e atij çka presidenti Trump konsideron deep state, ka edhe një miqësi të ngushtë dhe dosjet qoftë PSD apo Harabeli janë totalisht ngjashme me atë çka ka kryer edhe Erjon Veliaj. Dhe në këto kontekst nuk më duket aq fort politike, qoftë edhe me reagimin e Ozgur Özel, kryetarit të XHP-s, që në gjykimin tim Ozgur Özel merr atë rolin e Nesti Angonit në këtë rast, që si të thuash e ka dërguar, e ka dorëzuar tek drejtësia turke vetë Ekrem İmamoğlu'n, por më tepër se kaq ajo çka po ndodh në Turqi Nëse thua këtë është politike, atëherë nuk është edhe aq. Jo, si dosjen po flas, nuk po flas personin politik. Po është politike, është për shkak të konkurrencës, është për shkak të arrestimit ajo që po thoni ju. Për sa i përket arrestimit të gazetarëve, sigurisht që kanë marrë pjesë në protesta të lundshme, deri dje të paktën u dhunuan edhe vende, siç ishte xhamia Shehzade Bashë, dhe besoj se Sokoli nga Turqia e kanë ndjekur më mirë se sa ne çfarë ndodhi në atë xhami ku u poshtruan vendet e shenjta, siç mund të jenë kishat atë xhamit, dhe në këtë aspekt gjykoj se është diçka më thellë se kaq. Bëhet fjalë për një konflikt 100 vjeçar në Republikën e Turqisë, që nga viti 1923, ku diktatori Kemal Atatürk vendosi vetëm për të pasur vetëm një parti apo një sistem unipartiak dhe më pas gjatë vitit 1950 kur erdhin pushtet dhe kaloi në sistem multipartiak Turqia ku erdhi në pushtet Adnan Menderes i cili më pas në vitin 1960 u var nga generalët. Ka një histori gjatë në disë për plasë, po duhet ta sqaroj dhe në vitin, jo, do ta shikojmë sepse kur bëhet fjalë, patjetër, unë për këtë kam marrë. Dhe bëhet fjalë për vitin 1970 kur përsëri patëm një grushteti ndaj Sulejman Demirel, më pas kemi vitin 1980 kur Kenan Evren kreu përsëri grushteti dhe mori pushtetin apo ajo junta ushtarake. Historia do kohë. Në këtë aspekt kemi një përballje midis, domethënë, të majtës, e cila është e përfaqësuar nga XHP-ja dhe AK-partisë e cila përfaqëson një konservatorizëm me trajta islame. Dhe në këtë kontekst u bëhet më rrezikshme përplasja, sepse ka një narrativ tepër të polarizuar popullit turk. Bëhet fjalë për një konflikt 100 vjeçar, po flasim për protestat. Nuk bëhet fjalë për një konflikt i cili ka lindur me arrestimin e Ekrem İmamoğlu. Të paktën diçka është më ndryshe se në Shqipëri. Ju po thoni që konflikti është për shkak të disa akteve korruptive. Kjo ishte fitili. Por të shohim a do ja dalin dot. Është dosje e prokurorisë. Atëherë çfarë hyn këtu konflikti? Ka një konflikt, ka një narrativ të ashpër midis dy palëve dhe është gjithmonë tension, paktën shihet edhe në zgjedhje në Turqi. E kuptoj. Brahaj e shikoj që do ndërhysh. Ndërhyj Brahaj, s'ka problem. Po, ndërhyj Brahaj, po çfarë do të thotë? Po të ndërhyj si gazetar, jo si pjesëtar i XHP-s, ja kam thënë edhe në një emision tjetër. Jo, unë jam duke folur as antar i XHP-s, as antar i AK-partisë, si këshilltari Erdoganit. Ke qenë të dy, edhe AK-partia dhe XHP-ja, kështu që. Thjesht, po normalisht jam i vetëm edhe për diplomacinë shqiptare, për diasporën shqiptare, Sokoli është çfarë bëhesh këtu. Mos merrem me ta. Kjo në fakt është një akt, një padi gjyqësore, që gjyqësori të po bënte vetën, të ta bënte vetën ashtu tjetër, por nëse i kthejmë asaj që tha dhe
Marlindi që pyet Sokolin, normalisht në protestat të tjera, ne edhe shqiptarët, po edhe turqit janë të tjera, në një ndeshje futbolli, biles rrithemi e thyë me shpërthem, domethënë janë ata dhe janë shumë të pakta, nuk janë domethënë aq të mëdha, janë të turshë normalisht, janë atje që edhe kanë shajt presidentin, kanë shajt edhe nanën e ndjerë të presidentit, ta janë gjana që policia, shish, inteligjenca, policisë për këtë punë duhet merret në radhë të parë, por ajo që është, siç e tha dhe zoti Pollo, në fakt për herë të parë Turqia nuk ka një hakmarrje të 100 vjeçare me Ataturkun ashtu, sepse ishte Mustafa Kemal Ataturku, diktator, siç e quajti Marlindi, presidenti ka qenë sistem unipartiak, normalisht, s'ka pas zgjedhje. Si ta konsiderojmë? Po kemi bëhet fjalë para 100 viteve, jo vitet. Si ta konsiderojmë? Ti them që ka qenë lider demokratik, si them dot? Ka qenë lideri i kohës, si ka qenë për të sasni, s'kemi qenë në kohën e tij, ne vetëm çfarë lexojmë për të. Tani edhe ishte aq diktator. Nuk konsiderohet Enver Hoxha këtu në Shqipëri. Erdogani nuk shkon në çdo sezon që hapet parlamenti, për çdo festë, për çdo gjitha nuk shkon me netën kam edhe me i thon o gjyshi jo, no bab gjyshi jo, jemi gati, domethënë ata janë tjera normalisht e shef ashtu dhe është krejt normale, domethënë. Okej, nuk do gjykojmë opinionet, flasim mbi fakte, se opinioni zotit Laçi, mban zoti Laçi ka përgjegjësinë e tij për ato që thotë. Po, e gjithë kjo këtu domethënë është një proces gjyqësor, por është një hakmarrje politike, sepse duhet thënë edhe kjo domethënë me paanshmëri që Ekrem İmamoğlu është i vetëm politikan i opozitës i 23 vjeçar që Erdogani është i vetëm në qeveri, që në 4 zgjedhje që ka hyrë domethënë kundra partisë së Erdoganit i ka fituar të gjithë dhe është i vetmi lider është Ekrem İmamoğlu. Tashmë Ekrem İmamoğlu me anullimin ashtu siç e tha dhe zoti Pollo, desha të nëse me lijonit të Andrej Gjeçaj, jo për nuk e kanë anulluar diplomën për plagiotorali, por është anulluar sepse ai ka ardhur nga një universitet tjetër, ka ardhur në atje dhe shkollën e ka, diplomën e ka të saktë të gjitha, por transferimi nga një universitet i Kipros veriore turke ardhe në Istanbul University, aty ka domethënë problemin, por normalisht edhe ai nuk ka problem, është totalisht politik sepse në atë kohë nuk ka pas ligje të tilla, domethënë nuk ka asgjë, por me heqjen e diplomës kushtetuta turke e ka atë neni i 4 që thotë që presidenti duhet të jetë në patjetër me fakultet. Edhe kur është kjo domethënë kur hiqet ai automatikisht në zgjedhjet e ardhshme, edhe tash se kjo Okej, ka një problem me linjën internetit. Regjia, të lutem, ktheje 7 vite. Por tash kështu që Okej, të lutem, riktheje lidhjen dhe kur të jetë gati. Regjia, të lutem. Riktheje, merre lidhjen nëse nuk është e saktë. Të lutem, dhe riktheje kur të jetë gati. Kolliçi. Është për te gjitha ato që ne mund të themi, ka dy orientime brenda në Turqi. Orientimi i parë është çështja e korrupsionit me kështu me radhë, orientimi i dytë është që është një problem i natyrës politike. Këto janë dy problemet. Pozicionin e parë e mban AK-ja etj, pozicionin e dytë e mban opozita. Çështja është e tillë që sistemi politik turk ka shkuar drejt një lloj presidencializimi i cili është qepur figurës Erdoganit. Pra kemi kalu politike apo gjyqësore? Jo, tani kjo gjëja që po ndodh tani. Politika apo gjyqësore? Dvike momenti. Arrestimi i Imamoglu's ka ndodhur në momenti kur Imamogluja është parashikuar që të jetë kandidati për zgjedhjet presidenciale. Janë bajt primare në Turqi, kanë marrë pjesë 15 milion thuhet turq, pra 15 milion të marrin pjesë primare, do të thotë që një pjesë e konsiderueshme e elektoratit shpreh, pra identifikohet me presidentin, me kandidaturën. Dhe duke qenë se situata politike në Turqi është dhe mbetet e polarizuar dhe këtu është edhe problemi çështja e Erdoganit, por në këtë mënyrë Erdogani ka mbajtur pushtetin duke polarizuar situatën politike, duke përdorur feton, duke përdorur kurdët e kështu me radhë, në një kontekst ku një situata ekonomike në Turqi nuk është nga më të mirat, me inflacion të lartë etj, figura e Imamoglu's vjen në rrezik pozitën politike të presidentit. Dhe një detaj tjetër, Erdogani është në mandatin e dytë. Edhe teorikisht nuk mund të marrë pjesë në zgjedhje, pra nuk mund të bëjë një mandat të tretë. Problemi qëndron këtu që në rast se mund të kërkohen zgjedhjet parakoshme, Erdogani mund të riparaqitet dhe mund të ashtyjë, themi dhe 2 apo 3 vjet mandatin e tij si president e Republikës, pra të marrë një mandat të tretë.
Ose mund të bëjë ndryshime kushtetuese. Ose mund të bëjë dhe ndryshime kushtetuese. Pra, konteksti është ky. Dhe e gjithë çështja, nëse është politike apo apo është çështje korrupsioni, natyrisht anon nga debati politik, pra eliminimi i një kundërshtari politik me mjete dhe mekanizma ligjore. Kjo është pak a shumë evidente. Diskutimi që ndron këtu, që Malindi përmendi çështjen e korrupsionit dhe kështu me radhë, po unë jam munduar të shoh nëpër mediat turke edhe nëpër mediat pro-qeveritare, Deli Sabah kështu me radhë, se dush aspektin apo vënien e theksit e korrupsioni. Korrupsioni përmenden $15 miliardë etj. Dhe më pas theksi vjet tek çështjet e bashkëpunimit me PKK-n, me vija e kuqe për rrëpimin me HDP-n, vija e kuqe. Problemi është që vija e kuqe brenda Turqisë është një vijë shumë politike dhe shumë abuzive në raport me rrezikun që me të vërtetë i ka nosë Turqisë nga terrorizmi kurd edhe nga problemet të brendshme. Dy janë shtyllat, terrorizmi, fetoja. Dhe ky është ligjërimi i Erdoganit i kahershëm. Unë kam frikën e madhe që kjo është një skem klasike për të hequr kundërshtar politik nga loja. Dhe kjo është... Si shikon ndërhyrjen e Trumpit, duke quajtur... Ndërhyrja e Trumpit është një çështje tjetër. Këtu mund ta shohim në aspektin gjeopolitik, Erdogani është i favorizuar. Sepse është një shtyllë e rëndësishme në të gjitha tavat e nazi në Ballkan, në të gjithë konjunkturën e mesdheut të gjerë, po ta çojmë, dhe të shkon drejt Rusisë dhe Azisë. Erdogani është një faktor shumë i rëndësishëm. Është i rëndësishëm në Irak, është i rëndësishëm në Siri, është i rëndësishëm në Libi, është i rëndësishëm në Ballkan, në Sudan është i rëndësishëm. Pra nga pikpamja globale, roli i Turqisë është thelbësisht shumë i rëndësishëm. Dhe Erdogani mishëron elementin e stabilitetit në këtë pikë. Dhe është logjike që raporti i Trump me ndryshimet politike, pra këtu ka një lloj dyfaqësie, nëse mund ta parafrazoj zotin Pollo. Është çështja e Rumanisë, pra vend që e flet me të tjerë, dhe në rastin e Turqisë shpreha është një shprehje thelbësisht diplomatike. Reagimi në qarqet europiane ka qenë relativisht i butë. Po të mos kishte qenë problemi i Rusisë, po të mos kishin qenë problemet e tjera, reagimi do kishte qenë shumë herë më i fortë. E shprehu dhe Imamoglu që ndihemi braktisur nga Bashkimi Evropian. Dhe çështja thelbësore është që ky është një moment politik i cili përkonte me primaret në Turqi, me një tentativë që Erdogani po bën, se ka dhe një problem shumë të madh që janë pushtet për një kohë shumë gjatë. Erdogani nuk e di, ndoshta Malindi mund ta di më mirë, nuk ka ndonjë trashëgimtar të dezinuar. Është Hakan Fidan, dhe ka një nivel tjerëzakonshëm është distant moshë dhe mund të digjet edhe me to. Nuk është se ka karizmatike. Jo, ka i far karizme dhe ka treguar që ka potencë intelektuale dhe teknokrate. Është një moment që përdor politikisht për goditur kandidatin më të rëndësishëm. Për goditur kandidatin dhe që Erdogan vazhdoi të rinë pushtet. Edhe Sokoli e di domethënë që çdo kandidat që dalë ka të vështirë në Turqi të përballet me presidentin Erdogan, po qoftë edhe me trashëgimtarin e tij që flitet se është Hakan Fidan. Shiko, ka që sigurt nuk është, sepse mendoj në zgjedhjen e parshme ku kundërshtari nga e njëjta parti, nga Partia Republikane, ishte burri i moshuar që merrej me guzhin, domethënë merret me shpenzimet e përditshme, ai e çoi në ballotazh. Pritshmëria ishte që do të thotë që ka një farë demokracie, domethënë zgjedhjet nuk intimidohen. Po flasim për fuqinë e Erdoganit në elektorat. Se ishte 2% që ndau, domethënë fillojnë është diskutueshme se mënyra si përdoret shteti ligjor, mënyra si përdoren mekanizma, mënyra për fal, 22 vjet në pushtet. A mendon realisht që gjyqësori në Turqi është i pavarur? Tash në çdo sistem 22 vjet në pushtet nuk mund flasim për një kur ndodhi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mandati dytë shteti ligjor shkon si këtu ne, si në Serbi. Ka influencë politike, pa diskutim. Mitterrandi qëndroi 2 mandate 7 vjeçare dhe kishte kritika për regjim. Helmut Kohli dhe Angela Merkel nga 4-5 mandate dhe kishte prapë shqetësime për median që media publike që mbante ligjin e qeverisë. To janë natyrës njerëzore. Atje reziston shoqëria dhe institucionet më shumë, se ka një traditë më të gjatë.
Patjetër, po kjo në Ballkan detyrimisht. dhe në Sigurisht që nuk mund krahasojmë demokracinë gjermane me demokracinë turke, s'ka diskutim. Sistemi elektoral, mënyra se si u ndryshua sistemi në Turqi, sistemi formati kushtetues me kalimin Po pra, sepse deri në vitin 97 qeveritë u vendosin nga ushtria me grushtin e shtetit postmodern dhe nuk mund flitet për demokraci të stabilizuar. Kishte dy qendra pushteti, njëra ish gjithmonë me forca tjetra. Erdogani e ndryshoi kushtetutën, Po pra, sepse ndryshoi rolin e ushtrisë turke në këtë proces. Shiko, ushtria, një minutë, lutem, ushtria është më vete. Organet kushtetuese janë këtej. Kishim një president dhe një kryeministër që edhe si në vende tjera kur ishte Erdogani akoma, nuk ishte as Erbakani, nuk ishte bërë kryeministër, rivalizonin njëri tjetrin siç ndodh në një demokraci. Po pra, po në momenti që vendoste ushtria për të rrëzuar një qeveri, rrëzonte. Ta lëm njërë... Po jo nuk mund ta lëm, sepse është thelbi i demokracisë. Përfshirja e ushtrisë. Është thelbi i demokracisë, kur ndërhyn ushtria, është gabim e tjerë. E thamë pika 1. Pika 2, që mos themi prapë dhe pika 1, kur ke dy qendra pushteti, me Rumaninë, me që u përmendu, ke presidenti që ka, ose Polonin, që ka kompetenca politikë në jashtme, ke kryeministin që ka buxhetin dhe ka pushtetin real të brendshëm. Kështu ishte edhe Turqia. Erdogani e ndryshoi kushtetutën dhe krijoi një president ekzekutiv rreth cilit mbledhen ministër çdo javë. Sistem amerikan. Kjo pra është sistemi i përqendrimit pushtetit. Sistemi francez nganjëherë mund bëhet më i rrezikshëm se sistemi amerikan. Okej, të mos në detaje teknike. Unë kam mbaruar minutat. Sigurisht të ndjekim ngjarjet që do të ndodhi në Turqi, edhe më gjërë se sa kaq në ditët në vijim, pasi do rikthehemi sigurisht të flasim me sa duket her pas here për gjeopolitikën. Kryefjala do jetë fushat elektorale jona, por nuk ta heqim vëmendjen edhe nga këto kontekste. Faleminderit Kolliçi që ishe me mua, faleminderit Murati, Laçi, Pollo. Faleminderit Brahaj nga Izmiri, Turqisë. Shihemi nesër mbrëma, natë e mirë.